Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar këtë të martë konferencën tradicionale të fundvitit me gazetarët. Në nisje të fjalës së tij, kreu i qeverisë u ndal tek ekonomia, ku bëri me dije se viti parashikohet të mbyllet me një rritje ekonomike prej 3.9%, duke vijuar edhe me arritjet dhe objektivat në këtë sektor. Instituti Amerikan Cato, i cili është një institut i mirënjohur edhe që ndër të tjera publikon edhe ato që quhet indeksi indekseve, lidhur me lirinë njerëzore dhe lirinë ekonomike, dhe më vjen shumë mirë që të ndaj me ju që Shqipëria ka një pozicion shumë inkurajues. Është renditur e 39-ta në klasifikimin e përgjithshëm dhe vetëm e 9-ta në gjithë pjesën e Europës lindore. Jemi në një vit ende që në aspektin e ekonomisë është nga më të mirët, me të dhëna shumë pozitive dhe shumë inkurajuese, dhe parashikohet që të mbyllet me një rritje ekonomike 3.9%. Foku i investimeve të huaja është domethënës dhe më i lartë me mbi 10% krahasimisht me vitin e mëparshëm. Paga mesatare në tremënërit e tretë ka rezultuar 833 euro, që është një rritje domethënëse. Për sa i përket borxhit, kemi vazhduar të kemi ulje të borxhit. Kryeministri vijoi edhe me pensionet dhe mbrojtjen sociale si dy element të rëndësishëm. Hyrjen e vitit të ri nis edhe rritja e qëndrueshme e pensioneve përmes një mbështetje që do të shkojë duke u dyfishuar, trefishuar, katërfishuar, pesëfishuar vit pas viti, dhe kjo është e gjitha e parashikuar në planet financiare të qeverisë. Pensioni urban me vitet plota pune, duke filluar nga janari, do rritet me 18.000 lekë të vjetra në muaj, gjë që do të dyfishohet në janarin 2027, trefishohet në janarin e 2028, katërfishohet në janarin 2029, dhe kështu me radhë. Dhe kjo vlen për të gjitha shifrat që do t'jap. Pensioni urban i pjesëshëm do të rritet me 8.000 lekë në muaj, pensioni rural do të rritet me 1.000 lekë në muaj, pensioni familjar do të rritet me 700 lekë në muaj, pensioni invaliditeti do të rritet me 600 lekë në muaj, dhe kështu me radhë. Ka pasur mbështetje për shtrimi social të rreth 4.000 familjeve, dhe në ndërkohë jemi duke përgatitur atë që e kemi bërë me dije qysh në fushatën elektorale, reformën e strehimit social, për të hapur një epokë krejt të re dhe për të arritur në mënyrë shumë të ndjeshme numrin e përfituesve, jo vetëm për strehimi social, por dhe për ato që quhet strehimi i përballueshëm në aspektin e çmimit. Sa i përket arsimit, kryeministri deklaroi se janë një sër investimesh të rëndësishme, ndërsa shtoi se nxënësit do të transportohen me makina të prodhuara në Shqipëri. Ka filluar projekti i transportit me mjetet të prodhuara këtu në vend, dhe besojmë shumë që duke filluar nga sezoni i ardhshëm arsimor në vitin 2026 do të fusim në përdorim mjetet e para që do të shtrihen pastaj në të gjithë territorin për të garantuar transportin e mësuesve dhe të nxënësve, që deri tani është siguruar duke financuar nga buxheti i shtetit 38.000 nxënës dhe 12.000 mësues për transportin e tyre në bazë të distancave. Për të sëmurët me kancer, Rama përsëriti se ka një buxhet me 15 milion euro më shumë për standardizim. Kemi hedhur një hap, domethënës, në funksion të rritjes
kapacitetit të trajtimit të pacientëve me sëmundje tumorale që janë bërë gjithmonë më prezente në jetën e vendit dhe faktikisht është një tendencë botërore që ka një rritje shumë agresive të kancerit në përgjithësi. Dhe për këtë kemi vendosur një fond të posaçëm plus prej 15 milion euro si fillim, në ndërkohë që kemi filluar punën për dy gjëra. Pari krijimin e Institutit Kombëtar të Tumoreve në Shqipëri dhe nga ana tjetër rrjedhimin e sistemit shërbimit të kimioterapisë edhe në një sër spitalesh tjera për të ulur fluksin shumë të madh që ka spitali këtu në Tiranë dhe për të rritur ndjeshëm kapacitetin e shërbimit. Kryeministri shtoi se krahasuar me vendet e Ballkanit Perëndimor, Shqipëria është vend lider në funksionimin e administratës, menaxhimin e financave publike, të burimeve njerëzore dhe shërbimeve publike.